Lezhë dhe Tirana janë tronditur orët e mbrëmjes nga dy atentate mafioze ku si pasojë në të parin mbeti i vdekur Gjovalim Prendi, ndërsa në kryeqytet u plagosën 4 të rinj, 2 prej të cilëve 11 dhe 17 vjeç. Gjovalim Prendi u vra me breshëri plumbash në biznesin e tij në Plan, ku prezent ishin dhe familjar. Prendi ishte babai i Rohan Brahimit, ose si Dorel Prendit, i ekzekutuar po në një atentat një vit më parë në Athinë. Ndërkohë rreth 45 minuta pas atentatit në Lezhë, breshëri plumbash janë lëshuar ndaj një mjeti G-klas i cili po lëvizte në drejtim të Lundrës. Nga ky atentat mbetën të plagosur shoferi i mjetit Arend Stafa, 34 vjeç, Kian Muhalli, 19 vjeç, dhe dy fëmijët e mitur 11 dhe 17 vjeç të Vesel Demirajt, pronari të kompanisë së sigurisë Pelikani Security. Nga hetimet e para dhe dyshimet e autoriteteve policore, mendojnë se 4 të rinj që u plagosën mund të mos kenë qenë shënjestra e autorëve, por të jenë gatruar. Ka dyshime se atentati në Tiranë të jetë planifikuar ndaj gruas së Rohan Brahimit, e cila thuhet se jeton në të njëjtën zonë ku edhe të miturit dhe familjet e tyre jetojnë, si dhe se përdorte një mjet të së njëjtës markë dhe targa e mjetit të saj ndryshonte vetëm për një shkronjë nga targa e mjetit që u qellua. Rohan Brahimi mësohet se kishte 2 bashkëshorte, një në Shqipëri me të cilën ka fëmijë dhe një grua në Greqi me të cilën ka një djalë të mitur. Në ditën kur Rohan Brahimit i është bërë atentat në Athinë, ai ka qenë në makinë së bashku me gruan dhe djalin e tyre të mitur, të cilët për fat të mirë kanë shpëtuar pa lëndime. Ai ishte kthyer në Greqi për të festuar Pashkët me gruan dhe djalin, ndërsa në Shqipëri e priste gruaja tjetër dhe fëmijët. Prej 3 vitesh, 32 vjeçari ishte larguar nga Shqipëria për t'u fshehur drejtësisë dhe hakmarrjes së mundshme nga rivalët. Atentati ndaj mikut të tij të dikurshëm, Yll Ibrahimit, në Milot, ku mbeti i vdekur Kismal Peçi, e largoi atë nga Shqipëria duke u strehuar në Emiratet e Bashkuara. Por kundërshtarët e gjetën majin e vitit të shkuar në një lagje në Athinë dhe 2 persona me motor janë afruar dhe e kanë qelluar për vdekje. Deri më tani, pistat e hetimit për vrasjen e Rohan Brahimit janë fokusuar në hakmarrje, pasi 32 vjeçari ka pasur precedent të rrezikshëm kriminal në Shqipëri. Përplasjet e armatosura datojnë që në 2014, kur në një atentat vritën 2 kushërinjtë e tij, Klodian Dreça dhe Taulant Prendi, dhe u plagos Aurel Prendi. Në 2020, në lokalin e babait të tij, persona të pa identifikuar qelluan me breshëri, por pa lënduar askënd. Brahimi gjithashtu ishte shpallur në kërkim nga policia shqiptare që në vitin 2021, pasi dyshohej se bashkë me Ramazan Raja dhe Alessio Dobrosi hynë të armatosur në një lokal në Zejmen të Lezhës dhe terrorizuan klientët teksa kërkonin pronarin. Edhe pse policia nuk e ka dokumentuar, Rohan Brahimi, njihet si kundërshtar i Ervis Martinajt, i zhdukur prej 2022-shit, po informacionet flasin për një sherr fizik midis tyre. Nisur nga këto informacione, Rohan Brahimi ka qenë i dyshuar për vrasjen e Brylant Martinit dhe 2 të tjerëve më 17 korrik 2022, si dhe për ngjarjen e 5 ditëve më vonë, ku u tentua të eliminohej miku i tij i dikurshëm Yll Ibrahimi, por u vra Kismal Peçi. Atentati ndodhi kur të dy po ktheheshin në shtëpi me makinë të blinduar. Në të shkuarën e errët të Rohan Brahimit, policitët të 2 vendeve përpiqen të gjejnë dhe dokumentojnë emrin e autorit apo porositësit të vrasjes së tij, që ende mbetet mister. Tashmë këtyre hetimeve do t'i shtohet dhe atentati ndaj të Atit, si dhe nëse vërtetohet se dhe atentati në Tiranë ishte nisur ndaj bashkëshortes që kishte në Shqipëri.